Përshëndetje miq, pavarësisht se zoti Bala më dha fjalën mua të parë, edhe janë bukura këto të live-it. Shëndoa që se thash se harroj nga që po shifte televizorin aty. Se ka. Do e bënte miku normal peçi. Jo, nuk e di në do e bënte normal peçi. Ti the do e bëun hapjen se kishe me zell, ti the këtë. Jo, Marsiti më tha mua do e bësh ti. Unë thash okay. Jepi. Kështu që të dashur miq, unë isha parenci. Duke dashur miq, ti urojmë një javë të mbarë dhe një ditë të mbarë. Dita e sotme në fakt ka pasur një sër ngjarje të cilat lidhen drejt për drejt me aktualitetin politik, por edhe me SPAK. Kur flasim me SPAK, për të vetmen arsye që ditën e sotme duket se politika ka ecur paralelisht me punën e SPAK. Them paralelisht me punën e SPAK sepse një park eloik, një park një projekt i bërë në Tropoj ka bërë bashk Ramën me Belinda Ballukun dhe të dërguarën e posaçme të Shtetet Bashkuara të Amerikës, zonjën Van Orr. Çfarë mesazhesh u dhanë aty, çfarë u dekriptua aty dhe çfarë simbolike do të ketë gjithë ky takim në një moment kur zonja Balluku tashmë SPAK kërkon arrestimin e saj. Sigur mos mjaftonte gjithë kjo situatë, ditën e sotme vet grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka dërguar në SPAK kreun e kuvendit Niko Peleshin për pengesë të punës së imuniteteve apo mbledhjes së mandateve për të hequr imunitetin zonjës Belinda Balluku. Por sikur mos mjaftonte gjithë kjo panoramë, ditën e sotme SPAK ka thritur Belind Këlliçin, një prej njerëzve më të afërt në Partinë Demokratike të zotit Berisha, por dhe një prej njerëzve i cili në fakt ka bërë betejat e vet politike. Tashmë, të paktën nga informacionet e para, flitet që Belind Këlliçi është thritur për kuvendin e rithemelimit, edhe për financimin që u bën në Air Albania. Gati 1 milion euro flitet shpenzimet e gjitha që ka qenë të paktën me stadiumin e Air Albania, por edhe shpenzimet për kuvendin e rithemelimit. Vetë zoti Këlliçi në dyert e SPAK ka thënë jam thritur për një gjë që është dytësore ose tretësore pa rëndësi, që nuk kja mundi përfshirë. Por koha do t'tregojë në fakt të vërtetën për secilin prej nesh që ndjekim. Por duket se situata politike në fakt dhe situata e cila vazhdon të jetë nën të paktën dylbit e SPAK-ut, jo ato dylbi që ka pasur Piro Vëngu ku i kishte të mbyllura për të parë përmbytjet, por disa dylbi të tjera duket se nuk po heqin dorë nga goditjet apo nga hetimet që po zhvillohen në politikë. Këtë do diskutojmë fakt së bashku me kolegët e mi Anri Bala dhe Marsit Gupi për ndarë disa perspektiva. E nisim rreth parë me zonjën Balluku, e cila pavarësisht se është një trysni që SPAK kërkon të arrestojë, kryeministri Rama duket se nuk e lëshon, po e merr edhe pranë vetes dhe ul edhe afër ambasadores amerikane dhe shpeshherë mos rastësi apo koincidencë, dritat binin mbi zonjën Balluku dhe jo mbi zonjën Van Orr, ku Rama ndër të tjera para të dërguarës posaçme të ambasadorit të Shtetet Bashkuara të Amerikës për ambasadën këtu në Tiranë, fliste dhe për dëshirën apo interesin që ka shfaqur Kina për Shqipërinë. Se çfarë ka dashur të japë me këto mesazhe Rama, ta dekriptoj Marsiti, pastaj të flasim. Unë do të filloj një me temën qendrore, duke qenë se është vendosur që të flitet pikërisht për këtë anuncim sot, edhe po ta trajtojmë nga pikpamja e esencës, normalisht që parqet eloike, pra të energjisë rinovueshme me erë, janë teknologjia më bashkëore, për shkak sepse shkaktojnë shumë pak dotje dhe krijojnë pavarësi qoftë nga kushtet e gjendjes së shirave dhe rreshes dhe qoftë nga energjia rinovueshme nëpërmjet ujit, e cila varet nga kontekste totalisht natyrore dhe ka vështirësitë e veta. Por duke qenë se kjo është çështje ekspertësh, unë do të flas nga pikpamja e komunikimit politik ose e premisës politike. Pra, jemi në situatën në të cila zonja Balluku do të legjitimojë pozicionin e saj bashkë me zotin Rama që qeveria merret në punë të mira dhe pavarësisht proceseve të cilat mund të jenë sajuara, të cilat nuk qëndrojnë akuzat që janë ndryrën pushtetin, ka vendosur të përgjigjen në punë dhe kjo është një nga premisat, pra domethënë janë në vazhdimsi të luftës me perceptimin që krijon publiku. 2, duan të tregojnë që kjo qeveri nuk ka pse të ndërmarrë iniciativat e një qeverie teknike
ose ku dëgjon të hapjes ndaj faktorëve të tjerë opozitar për zgjidhur këtë krizë që perceptohet si krizë demokratike për shkak sepse pjesa më e madhe e kabinetit zotit Rama janë akuz, apo e treta është që këto janë projekte të cilat kanë qenë në planin e qeverisës 4 vjeçare të vendit, sepse parku në fjalë pritet që të fillojë të jetë eficiente dhe efektiv mas 12 muajve, nëse çdo gjë ecën sipas planit. Apo pikërisht përdoret tani sepse po afrohet data 22 janarit, prandaj vetëm 10 ditë nga momenti që gjykata kushtetuese do marrë vendimin në lidhje me lënien e masës në fuqi apo jo të SPAK-ut. Dhe gjithashtu një lajm tjetër i rëndësishëm është që flitet që disa nga anëtarët e gjykatës kushtetuese janë pjesë e një hetimi të filluar për shkak sepse një nga ata ka ndryshuar vendimin i cili ku ishte në dhomën e këshillimit dhe tashmë që ka kaluar çështja në gjykim dhe për shumë tjerë që dyshohet që janë të komprometuar. Gjitha këto janë nga pikpamja e burimeve për qenë komprometuar për çfarë? Për t'ia dhënë për ta shqyrtuar në shqyrtimin e çështjes. Po jo. Komprometuar po në shqyrtim, domethënë nuk janë nxitur nga ana e ligjit, nga nxitur nga ana e interesave të tjera. Këtu jemi në fazën timore, janë të gjitha në rrafshin. Pra SPAK-u po heton prap gjykatën kushtetuese. Sipas burimeve që flitet po. Nga gazetarët investigativ që janë kolegë. Po Tash për të rikthyer çështjes temës kryesore. Thjesht për të thënë për atyre që na ndjekin. Pra ato janë në hetim antar gjykatës kushtetuese. Jo, gjyqtar që disa gjyqtarë gjykatës kushtetuese mund të jenë në hetim për shkak të komprometimeve që kanë lidhje me këtë çështje. Tani, për ta rikthyer tek tema bazë, unë mendoj që ky është komplet PR politik. Pra, momenti tani, pse pikërisht tani, pse ky pikërisht ky projekt madhështor në një kompani amerikane e cila për rreth vërtetës është realisht një kompani e plotuar dhe më serioze, pse është vendosur pikërisht promovohet tani, ndërkohë që jemi në vrazhdën e një pritje institucionale, mund ta cilësojmë kështu, nëse zonja Balluku është legjitime të vazhdojë të jetë në pozicion e zonës kryeministres dhe ministres së infrastrukturës dhe energjisë. Dhe a është kjo një lloj kundërpërgjigje e Edi Ramës, në flas në konceptin e komunikimit dhe të PR-it publik gjithmonë, sepse ajo është pjesë e ekspertëve të inxhinierëve elektrik ose atyre që marrin vesh në këtë fushë. Unë flas nga pikpamja e intelektualit të angazhuar dhe të shqetësuar në lidhje me interesin publik. Pra, a e legjitimon Belindën Balluku për shkak të akuzave dhe të pritjes institucionale për vendimin e gjykatës kushtetuese të dalë dhe promovojë projekte të tilla? Pa ky është shqetësimi im që do ta ngrej si pyetje për debat dhe pastaj të japim idetë tona. Kush të jap? Nga kë kërkon përgjigje? Jo, unë si Marcel. S'më kuptova. Po pra, mas te kush do të flasë? Tani se u bë kështu kjo Jo, më. në radhë me jemi. Po, Armal, do të flasësh të japësh mendimin tënd? Po flas unë Po them. thuaj pra. S'kam problem. O thuaj se po. Tani thelbi o Marsit, thelbi qëndron këtu. E di pse jam interesuar se në Ne se gjithë foli për opozitën. po pra, jo, se kisha për atë, jam interesuar se Ermali e lidh jo vetëm Ermali, se bëjmë sigurisht ka vetëm Ermali, se. Por Ermali e lidh gjithmonë zhvillimet në vend, i lidh që vinë me geopolitike po. Geopolitike, edhe unë, pa absolutisht, që është e vërtet, po në geopolitikë, ose të paktën, çfarë do thotë kjo se tani e dërguar pa e dërguar, zonja është ambasadore e SBA-s në Tiranë. Kaq nuk ka rëndësi e dërguar. De facto është ambasador. Po tani, kështu që në thelb do të di çfarë nën kupton kjo. E kuptoj. Duhet kuptojmë. Unë e dire, po thash kam Që t'jemi të qatë për publikun. Po, kam kuriozitet ta gjej nga Ka një zhvillim i cili lidhet drejt për drejt me faktin që kryeministri Rama jep mesazhe të qarta që unë nuk do ta lëshoj zonjën Balluku. Po. Në anën tjetër, mesazhi i dytë që merret sot është në Që edhe Nancy kontekstin Van s'do ta lëshoj. Jo. Zonja shikoj, koha ka treguar që Po e pam kështu ashtu i bie. S'pëlqon as kjo. tani unë ta them se të tjerëve ju ka hedhur dorën në qaf Jurikim, po ku janë sot? Kështu që nuk Në qëndron. opozit janë. Jo. E kanë ikur fare po e drejt. S'është puna fare aty. Unë nuk shko. Unë sa herë diskutoj mbi premisat çka ka ndodhur, nuk them se nuk kam as të drejtën. Po them se është. Pra, kur ndodh që amerikanët mund të jenë aty me ty, mund të bëjnë edhe një foto me ty, mund dalin edhe të qeshur dhe pastaj mund gjendesh veten dhe pas sekurave. Po patjetër. Pra, s'po them që raporti s'ka punë Amerika me dënimin më këto i kemi thënë. Unë atë them më pas here. Këtë po them. Unë them aty është një aktivitet politik. Ajo është e ftuar duke qenë se është një kompani amerikane dhe ajo përfaqëson.
Nuk e di këtë gjë. Që thotë jo, është e detyruar të shkoj? Nuk e di, se nuk kam informacion si funksionon diplomacia në këto raste. Por zonja Van Horn nuk ka shkelur asnjë ligj aty. Ajo mund të jetë ftuar nga kompania. Po nuk po them unë, mor burr, kush mos po bëj replik me ty, unë po e them për qytetarët. Unë se po përgjigjem, po them. Zonja Van Horn e kanë thritur. Unë nuk e di si kanë ardhur ftesa një. Është mesazh politik apo mesazh politik apo? Po s'është mesazh politik. Ore s'është fare mesazh politik. Sepse koha po na tregon, Marsit, koha po na tregon që këto lloj takimesh nuk janë mesazhe politike. Pra zonja Van Horn ka vajtur aty dhe ka parë një investim duke qenë se është një kompani amerikane. Po. Dhe asajt për shkak të interesave që përfaqëson, do të shkoj do të jetë aty prezent. Po. Dhe koha ka treguar që puna e amerikane me kë po punon? Me qeverinë shqiptare. Me drejt për drejtë me ministrinë e Ore me qeverinë shqiptare. Qeverinë shqiptare. Po mirë është Po Ministria e Linjës. nuk bëhet kështu, jo, nuk bëhet me kë po punon, nuk parcelizohet. Kompania mor jo me Po kompania punon me qeverinë shqiptare. Shumë bukur. Pra, po them tjetër gjë mos nuk për ta bërë shumë si tip debati. Se gjithmonë kemi thënë nuk e kam me ty, më burr, e kam përgjithësi që kur nuk merr pjesë është mesazh që nuk i do. Kur merr pjesë nuk është kjo, se këta edhe mund të jenë, po këta të fusin dhe në burg. Po tani, është kjo, se të dyja s'më qëndrojnë logjikën time. Dhe jo se e ke thënë ti, po them përgjithsisht se çfarë presin ta. Pra, më fal. Të bëj një pyetje. Nëse Nancy Van Horn nesër shkon me një takim ku është zoti Berisha. Po çfarë do thuash? E zëm, jo ti, por në përgjithësi opinioni publik. A thuhet, a nënkuptohet si mesazh se këta nuk i tërheqin njëri prej veshi. As për hunde. Ja, do të them diçka. Nuk janë të detyruar të marrin pjesë në për aktivitete, pavarësisht se është kompani amerikane. Absolutisht. Ajo mund të shkojnë te kompania amerikane të nesme të japi mesazhet e veta, të shkojnë dhe gjithë mediat, masi ka dalë Edi Rama dhe zonja Balluku, dhe të nesme thotë që përshëndesim kompaninë që po bën punën si referohet fare aty. Problemi në gjykimin tim, Erman, unë besoj se do të mbajmë një standard kur flasim kur mungojnë, do të mbajmë për njëjtin standard kur flasim kur janë prezent. Për shembull, dhe ajo që më bën përshtypje mua, ose pikpyetjet që më lindin mua, janë këto. Nga ajo që pash, paktën se pash fare as takime as ndoqa. Por mjaft që janë prezent, pra zonja e deleguar e Shtetit Bashkuar është prezent në takim, është e vërtet ajo që dhe unë këtë kam thënë deri tani që ata ligjin nuk e lidhin fare me aktivitetin. Zero. Pra ata përballje me drejtsinë nuk kanë lidhje fare me punët e shtetit. Se si logjik i bie që të rinë ata të gjykojnë me pritshmëritë që ka drejtësia ndaj një subjekti, dhe unë besoj prandaj Amerika apo SBA-ja, si doni ta përkufizojnë për emër, nuk ka rëndësi, është e njëjta gjë. Kanë krijuar mekanizmat dhe mbi mekanizmat gjithsekushi duhet provoj fajsin apo pafajsinë e tij, dhe këtu është mbarimi i historisë. Por ama nga ana tjetër, prezenca e Van Hornit i jep një lloj lehtësimi subjektit spakut që është zonja Balluku apo jo, në kontekstin që amerikanët e duan në burg, në thelb, sepse retorika që është përdorur deri tani, jo nga ne, po nga ata të tjerët që kanë dalin her pas here në ekran në televizion, është se prapa kësaj gjëje është Amerika, sepse Amerika po godet Ramën nëpërmjet Ballukut, apo jo, përmes institucionit spakut për cilën e ka në varësi. Prandaj unë bërtas gjithmonë këtu që amerikanët nuk kemi Venezuelë, ku do të ndërhyjnë në raporte force, besoj se jemi në Shqipëri, ku jemi vend antar i NATO-s, dhe këtë ka zgjedh ata që e kanë zgjedh, përpara se të ishte Rama dhe përpara se të ishte Berisha, pavarësisht se është bërë në kohën e Berishës. Pra është një projekt afatgjatë, geostrategjik, që plotëson interesat jo vetëm të SBA-ve në rajon, por dhe të Bashkimit Evropian, apo jo. Kështu që në këtë kontekst, unë besoj se zbutet gjua ndaj figurës së Ballukut dhe Ramës, por nuk bie raporti i këtyre të dyve në përballjen me drejtsinë.
Pra, nuk e di në jam I qartë. Pra, ti thua që bie narrativa që mund të jetë nxitur nga Amerika. Bravo, por gjithse kush sipas Amerikës amerikane mas pagut. Urdhra? Po nuk do të thotë as që bie me shtetet amerikane. Absolutisht. Pra ata kanë mekanizmin. Ti thua që kemi një lloj neutraliteti. Po, neutraliteti. Pra un kam vendosur prandaj po kam thënë gjithmonë që ne nuk I bëjmë nder shebave kur themi që prit se kanë ardhur ata me shpat në dorë tani dhe do bëhet tu siç them unë. Nuk besoj se është qëllimi atyre. Qëllimi I atyre është që Shqipëria mos jetë vend I korruptuar. Qëllimi është që Shqipëria mos qeveriset nga politikanët korruptuar. Qëllimi I atyre është që marrëdhëniet gjeopolitike në rajon të jenë të shëndetshme, por dhe marrëdhëniet e brendshme, qoftë ekonomike apo në rrafshin e drejtimit, e ndihmojnë marrëdhëniet gjeopolitike në rajon. Se nëse ti një vend I korruptuar ose I shanta edhe qeveria shqiptare është në pozita shantazhimi, kur them shantazhimi e kam fjalën për dosjet apo aferat që mund të kemë bërë këta nga shërbimet huaj ore. Po. Sa ashtu të vjen çdo kush do e bësh të se dua unë. Pra ne jemi protektoriat I SBA-ve. A kupton? Ne jemi nën protektoriat I SBA-ve, por dhe SBA-ja na do të shëndetshëm. Është njësoj sikur na shef, unë besoj se SBA-ja na shohin si trup ose organ të tyre, po dhe organin kur ka një smundje I bëjnë analizë dhe duan ta shërojnë. Dhe I bëjnë analizë të mjeku në këndvështrimin tim. Po. Unë do të sjell vetëm një status që dhe me ju nga profesor Artan Funga, cilin e kemi dhe mik, I cili thotë, në lidhje me këtë situatë, me që se jemi në kontekst prandaj nuk kuptova. Thotë pas llafeve, zhurmave, jo ti jo unë, një gjë është e qartë. Në situatën ka ardhur përballja me Severisë dhe Spakut, nëse kërkesa e Spakut nuk pranohet nga kuvendi, një nga tre mundësitë është. Të katërt thotë s'ka. Mundësia e parë është o ikën Spaku dhe bashkë me të dhe merr fund ajo që u quajt reformën drejtësi dhe partnerët dhe aleatët e jashtëm pranojnë dështimin e tërhiqjen. 2. O bie qeveria bashkë me grupin parlamentar dhe atëherë pa një pa dy shkruhet zgjedhje. Dhe 3. Ose vendi futet thotë në një krizë institucionale që nuk është parë deri. Krizë jemi ne. Një sekond. Që s'është parë ndonjëherë deri më sot. Është në krizë vendi. Mirë, s'po them që përfundoj. Të bien bashkë me zjarre, thotë një nga këto të tre do ndodh në pikën ku kemi arritur. E treta ka ndodhur apo nuk duam. Të tjera thotë janë llogje dhe shkum sa punë. Nuk besoj se këtë nuk e kuptoj vetëm unë. Artan Fuga. Artani. Po pra, Artani ka të drejtë, po e treta do të nuk ka pra që si qendrim tim. Po jo mor qendrim të Artani. Unë po jam dhe unë dakord. Unë besoj se Artani vetëm ish profesorin kur kam pas se e mbarova shkollën, s'kam nisë një tjetër, po pra. E qartë kjo, po te e treta besoj se jemi. Pra Shqipëria është në krizë institucionale, kjo nuk diskutohet. A faj Spakut, a faj këtyre që na kanë vjedhur, se tani të pranojmë që na jemi të vjedhur, po. Po ja tashon përfaqësinë ndërkombëtare në raport me reformën drejtësi dhe me Spakun, ai thotë gjithë kjo promocion që ka ndodhur. Unë jam dakord me Artanin te kjo pjesë. Sepse nuk mund thuash, e di ç'është kjo si thuash që larg qof po themi ngure ndru, ti je smur me smundje tumorale dhe ti vesh fajin kimio që e përdor për të çëruar, po ka dhe ato, si thonë, anët e këshia negative të vetat, efektet negative. Pra, reforma drejtësi ishte domosdoshme. Mënyra se si u realizua mund të ketë efekte anësore, që është kjo e paraburgimi, sikur se thotë Rama, ose ku dëgjon jo reprezale, por represioni që përdor organi akuzës, pse tani tema që unë e shoh që është thelbësore, kjo temë është kështu. Në perspektivë publike është Amerika dhe Spaku përballë Ramës. Po pra, kjo është reale më fal. Për shemb, për Tigrin 1, për Tigrin 2. A janë projekte që i kanë bërë me ish ambasadorën? A është projekt gjeopolitik për interesat e vendit, në interesat e SBA-ve? Një sekond, më fal. Në interesave amerikane më shumë se sa në interesat. SBA-ve pra. Po pra, shumë bukur. Transakcion. Po pra, në interesat është. Po më dihet ajo. Më fal më pse në vetëm me Shqipërinë kanë të interesa. Po për ç'a ma bide? Mund të drejtosh Jo, nuk e kam të ajo, më fal. Edhe ne jemi dakord. Po të ishin me ruse, s'do isha dakord. Po për interesa gjeopolitike prap, se mund të ishte edhe dobit vendit, po? Po patjetër më mos. Janë në kamp edhe është legjitime që ndodhi kështu. Unë mendoj se jam januar te kampi më serioz dhe më i mirë që interesat e tij i shef
jo më larg se sa interesat që janë të lidhura me interesat e vendit tim. Kjo është qasja, pra, SBA-t, prit pra, unë kështu mendoj. Po pra, që SBA-t vërtet e shohin interesat e vendit të tyre në çdo vend të botës, kanë interes ekonomik, gjeopolitik, strategjik, e çdo lloj gjë, po i shohin janë të vetmet në botë, në botë kuptimin tonë, sidomos me vendin tonë, që ato interese kanë të lidhur ngushtë dhe me interesat e vendit ku ka interesat. Pra, nuk jam dakord sepse në krizë institucionale jemi. Dhe kjo krizë institucionale ka ardhur nga reforma në drejtësi. Unë duhet bi dakord me një gjë tjetër, që sot Edi Rama është në krizë, si thuash, identiteti. Pse krizë identiteti? Sepse kriza identiteti nis kur Edi Rama e pranon që jemi kthyer në Republikë Prokurorësh. Një organ i pa zgjedhur. Pra ti mund të ankohesh për qeverinë o zotëri gjithë ditën. Mërzitesh ti. Këta legendat, këta maskaren, më kanë vjedhur, nuk më japin arsin, nuk japin shëndetësinë, po në fund ditës ai kabineti qeveritar formohet nga vullneti i masës, pra sovranit, që është ata që votojnë, populli. Me apo të mirat e këqija, mos hym debatit, jo po na vodhën, se kjo është tjetër gjë pastaj. Tu i bëj pas na vodhën, jo po na e kanë bërë kështu, po. Atë zgjedh, kurse SPAK-u nuk e ka zgjedh, nuk është organ i zgjedh nga populli ose i votuar. Dhe një organ i gatshëm që merret a priori dhe i jepet një lloj autoriteti që te i kalon dhe atë të kryeministit, pra fakti që thua që për zonjën Balluku na pas kanë bërë ca gjyqtar, pas kanë bërë, si thuash, pas kanë ndryshuar qasje ndaj zonjës Balluku dhe që e ka nën net, pas kanë qenë nën përgjim nga SPAK, kjo është skandaloze. Sepse e pare do të më pranosh që ka një lloj shkelje ligjore. Një gjyqtar që mund ta konfigurojë si do, për shembull, qasje ndaj një. Problemi i këtyre është se e kuptoj çfarë është ky organi i akuzës, dhe ajo që është më e rënda që po themi sot, a do e kaloj SPAK-u përveç Ramës, se te Rama ka hyja i ka kalu, duket për shembull, Dumani deri dje, i dukte Edi Rama një barbon aty te cepi rrugës, më kupton, nuk e konsideronte. Në konceptin edhe të opinionit publik që kishte krijuar ky heroi i madh që po mbronte shqiptarët nga e mbarova një fjali. Po mbronte shqiptarët nga kjo e keqe e madhe që po bëj, duke vetë edhe ero dhe nuk e konsiderohet fare. Tani që është dhe zonja Vanor, unë besoj se në këtë koncept a do i të kaloj dhe të mendoj që përpos interesave që ky ka në tru, do shkeli dhe atë që do që vete mbi SBA-t. Dakor. Tani them diçka unë Marsit. Po. Ma lejon. Po. Tani SPAK vërtet nuk është votuar nga shqiptarët, por është votuar nga ata që kanë votuar shqiptarët. Pra reforma në drejtësi është votuar nga 140 deputet dhe është organ kushtetues. Për sa kohë Rama, Berisha. Se kam unë aty. Po them se kam të replik, kam të pjesa tjetër. Nuk janë të zgjedhur. Nuk ka nevojë. Atëherë le mirë që na vjedh ai se e kanë votuar shqiptarët. Atëherë le të na vjedhë Rama se kanë votuar shqiptarët. Shqiptarët duan të vjedhin. Më fal. Kushtu të më intereson mua kjo gjë tani. Pse e futet si? Më intereson, un po të them çfarë ndodh. Jo, ti s'e intereson. Un po them tjetër gjë. Un dola për te Ramës, për te SPAK. Po nuk është më aty funksionon se ajo është me vota, nuk është se ka ardhur dhe kanë mbi vendosur. Atëherë le ta vjedhim Rama. Shumë mirë na bën. Shumë mirë. Po, a kanë vjedhur shqiptarët? A kanë votuar shqiptarët na vjedhin? Ore shumë mirë. Shqiptarët ndoshta duan të vjedhin. Ti ç'a halli ke? Mos dalim në emision, e mbyllim televizionin dhe i kemi shtëpitë e divanit, shumë tjetër kur flasim. Vullneti i ligjeve, vullneti i votuesve. Po këtë po i them pra, nuk janë të zgjedhur, janë të emëruar, si janë, ta kam dhënë pushtetin. Nuk e ka pasur, ja kanë deleguar. S'ka rëndësi kjo fare si është organ kushtetues. Ka rëndësi shumë. Është organ kushtetues. Ka rëndësi shumë kur të marr ty nga si kur je organ kushtetues. Ç'a bënte komunizmi? Gjoj sekond, ç'a bënte? Ç'lidhje ka komunizmi me këtë? Ma le ta mbaroj burr, që ta kuptosh ç'a lidhje ka. Po s'm le as të mbaroj asgjë, se po të më lihet të erdhe sikur të rash me sopat. Po nuk mbiem të mua, se s'ka lidhje me mua. Po unë po them një gjë, po të them, s'tash asgjë, s'ka. Po nuk ka lidhje me mua. Ta them edhe unë pasaj. Jo, lëre ta mbaroj, Dhe këta 140 deputet e dini shumë mirë ç'a krijuan. Po, jo se dini.
nuk e dinin, kokën e tyre e paçin. Po, pra, kaq. Në këtë kontekst... Ka pasur dhe pretendime që janë Po, jo ka pas, ka qenë e vërtet se kanë thënë, ata na kanë shkruajtur ambasada, po nuk e votuat, do përballeni me këto shumë mirë ka bërë. Pra tregoj që qëllimi që në atë ka qenë dëshkimi. Po, qëllimi i tillë është. Dhe se ka një në këtë pjesë vazhdimsi, po. Ka një vazhdimsi. Në këtë pjesë, pse ne nuk mund ta shikojmë të copëzuar. Para disa ditë zonja Vanor vajti takoi dhe zotin Brau. Ditën e sotme doli krah zonjës te Rama dhe zonja Balluku që janë ulur krah me krah. Po themi pra. Në thelb qëndron këtu mërsit. Këta vazhdojnë vazhën e tyre, interesat geopolitik dhe interesat për strategjinë që ata duan të implementojnë janë në gjithë drejtat e tyre interesat politike, por ajo se çfarë ndodh me drejtësinë, këta e kanë krijuar vetë. Dhe këta tani do duhet përballen me pasojat. Çfarë do të thotë? Diskutimi real, në fakt të ndëry që po bëhet debati, është ky, pra shfaqja e zonjës Vanor në krah të Ramës dhe të Ballukut, mos është ndryshimi i kursit të interesave amerikanë, ose unë po e kuptoj. Jo, nuk ka asnjë fare më mërsit. Sepse perceptimi publikut, ashtu si doktor, po dalmë se si doktor narrativa është që pani jo më kontestuar statusin e profesorit. Është ideja që lufta sot dhe prandaj e ndan me tre, o vendi konstitucionale sepse nuk kuptojnë qëndrimet, ose fiton SPAK-u dhe amerikanët që kanë investuar për SPAK-un për reformën drejtësi, edhe për të bërë premtimin që i dhanë shqiptarëve pra ndëshkimi i zyrtarëve të lartë dhe i grupeve kriminale, sepse këto kanë qenë dy problemet kryesore që nuk e lejonin shoqërinë të eshte qoftë kulturalisht dhe me kulturë nuk kanë fjalën sa i sillet që mirë. E kanë fjalën në kontekstin e respektimit të shtetit të drejtës dhe të ligjit. Se kjo është emancipimi që mundua të sjellë reforma, ose do vazhdojmë bëjmë hapa pas në idenë e kulturës tribale, që ai që ka shoqëri tribaliste dhe ai që ka fuqinë kriminale udhëheq. Ashtu jemi në fakt. Jemi. Pavarësisht SPAK-ut. Jemi. Dhe nuk është rritur tezën po njëti pedagoge ka unë kam tezë, unë kam thënë. Po mirë. Situatat ekstreme, zgjidhje ekstreme, do e kaloj SPAK-u provën për sjellje emancipim kulturor në Shqipëri. Po të thoja që edhe zoti Fuga e ka të njëjtën tezë, prandaj po ti qëndroj përveç status që ke lexuar dhe për shoqërinë tribaliste. Po jam dakord sepse unë qëndroj dhe unë kësaj teze. Po pra, shumë bukur, po. Ky është qëndrimi im sot. Dhe qëndrimi im sot unë them kjo është thuhet pyetja. Pra tani do e tregoj data 22 janar, prandaj fillova me vendime që është fituese. Realisht pozicioni i SBA-ve. Dhe unë mendoj që nëse 22 janar Belinda Balluku fiton procesin në gjykatën kushtetuese që vendimi i masës të rrëzohet, mendoj që kjo tregon që mbas edhe Amerika ndryshon kurse në kuptim të interesave. Por mos është Amerika morën. Amerika nuk u thot tyre çfarë bëjnë, më prandaj këtu ndahem me ju. Nuk u thot Amerika këtyre çfarë bëjnë më burr. Sinjale më. Po jo pra, sepse nuk besoj se lëshon sinjale dhune. Shiko, që çfarë të bëjnë, nuk kemi fakte dhe provën, mos masë ne mund ta besojmë që mund të ndodhë që janë. Shoku im i dashur, më fal. Edhe një herë, ku gabojnë dhe ku ngatrohen perceptimet. Perceptimet ngatrohen te pjesa sikur është Amerika mbrapa dhe te sinjalet e dhunës. Nuk është. Sinjali konkrete. Dhuna konkrete është kjo, që kam thënë. Masa e parë, ndryshim masë e dytë, flet kushtetuesja të nesme çon arrest me burg, nuk presin që të flasi kushtetuesja, çojnë një mas tjetër, dalin këta me deleguar ambasadës amerikane, i shtojnë dhe 2 akuza të tjera, dalin këto për shembull për një projekt tjetër, i shtojnë dhe 4 akuza të tjera. Kjo është masa që kjo është e dhunshme. Sepse unë nuk besoj e para herë nuk është shëndetshme as për procesin, se duket sikur ti je investuar personalisht. Po si do shkojnë ndryshe rezultate lartë? Si do ketë masa dhuna? Në çfarë sensi? Si, do Unë them ti marrim, ja pra, ti marrim. Jo pa. Ti marrim të çajë gjotin. Jo gjotin, se ka më të bukur. Ti marrim ti çojmë në qendër, ti lidhemi ti gjymë me gur. Kjo është ekstremitet. Po jo, mos është ekstremitet. Polarizimi. E polarizon. Si mendon ti Ermal, të kam vllanë. S'bëj unë kështu me këto. E më ti tani se i bëjmë neve si bën ti. Bëj jo, më nuk e bëj unë atë. Mirë, bëj një tjetër. Ore unë vetëm dua të funksionoj ligji, vetëm kaq. Po funksionoj ligji. Po flasim dhe ne pra. Po funksionoj vola për Maliqin me gurët. Çdo mekanizëm tjetër, ajo që lufton secili prej nesh, se nëse funksionojnë instrumentat e ligjit, shko njeriu ka lindur me mëkatin. Vetëm instrumentat e mbajnë kontroll. Këto ta marrësh, nëse nuk ka institucione të forta, do jeti prirur mbasi të ketë pushtet absolut të mëkatoj. Ky është SPAK 2-shi, SPAK 1-shi. Të po them dhe unë.
Se s'ka më thuaj, prit. Ke peshmëritë të tjera në Ju lutem shumë, jam doli. Më doli fiksa aty ku doja. Se këtë po thoja që t'jemi dhe bashkë, jemi në një mendje, mon, prandaj dhe kesh me ty se ne bëjmë debat, edhe kemi një mendim. Më fal. Kush e kontrollon SPAK-un sot? Ai ka ndryshe ka se është i bindur që e kontrollon amerikanët. Jo, ajo tjetër gjë ajo. Ajo po ka drejt aty. Prit ka drejt aty, që është autoritet monitorues. Autoritet monitorues absolutisht dhe influencë. Po është fakt mor dakor. Por në Shqipëri një autoritet që ka mundësi, pra, më fal, të ta bëj një pyetje. Të dy, se i referohem atit nga që ma la e ndërpreva, në fakt, të kërkoj ndjes. SPAK-u e tha... Jo, se kemi dhe për të konsumuar Belindin për stadë ata. Në çmendë me Belindin, ta çmendë Belindin, kjo është tema e bukur tani. Por më thash kemi për të konsumuar tërë. Po iki unë më burr. S'tash gjë më po iki unë tani. Po nga që po dëgjoja SPAK-un, prandaj thash. Po ç'pun ka SPAK-u me Belindin më burr, duro, prit. Belindi e ka me drejtësi, nuk e ka me SPAK-un. SPAK-u i vë me emrin ne. Tani që të kuptosh edhe një herë. Nëse SPAK ka mundësi që të më fal. Ke pa një vend botës ti që edhe prokuroria dhe gjykata janë me një godin? Jo. S'ka. A ekziston mundësia që një prokuror dhe një gjyqtar ose një prokuror të influencojë të një gjyqtar duke qenë brenda një godine sepse nuk janë të monitorueshëm? Fjala vjen. Për shembull, prit një sekond. Nëse godina e SPAK-ut do ishte aty ku është dhe e gjykatës do ishte qoftë 100 metra larg, se këto kanë dhe kamera, sisteme kamerash. A bjen pavarësia e institucionit ose bëhet pjesë pavarësia e institucionit duke qenë me një godinë? S'është çështje godina. Po nuk Po dakord më pyet. Po si është? Po është çështje vullneti gjithçka. Mirë, vullnet. Dhe të jeni një godinë, dhe mos të jeni një godinë, nëse po ka pas raste që kanë thënë vetë ata që ka pas influencë. Ore, po më pyete dhe unë po të kthej përgjigje si e konceptoj unë. Ore, kemi gjykatën kushtetuese të SPAK-ut, ta bëj pyetje tjetër, prapë që prandaj po them, po unë po them, nuk po them mendimet, e dua tamam. Po tamam, se kshu e mendoj. A tha Marsidi tani që dyshohet gjykata kushtetuese po influencohet nga interesat që jashtë saj për ndikuar te procesi i zonjës Ballukut? Po. Shumë bukur. Atëherë kur ndikohen ato, pse s'u ndikohen këto të gjë kokos? Pse janë më të mirë ta? Sepse ditë si mendoj, sepse këta kanë kaluar një filtr. Pse gjykata kushtetuese ka kalu filtr? Po ka pas një filtr mbase në momentin që të gjithë kur kemi parë partnerët strategjik, kemi parë filtrat e tyre, këta kanë kaluar një filtr sipas tyre, tani se kanë zgjedhur ata. Tani me perceptime morale ne mund të dyshojmë për këtë. Jo morale, morale. Po jo se s'kemi fakte për ata. Po jo për fakte, pra SPAK-u, institucioni. Unë shqisoj. Shiko, ai flet me perspektivën absolutiste, ti flet me perspektivën skeptike. Janë dy perspektiva që përplasen. Ti ke drejt dyshosh që nëse ndodhi një parim aplikohet në gjykatë kushtetuese sepse s'aplikohet në gjeko. Kurse ai flet me perspektivën që kjo është strukturë totalisht që ka një kontroll. Si e kuptoj unë, po s'ka lidhje. Dhe vëmendje të vazhdueshme amerikane, ndërsa ajo ka një influencë të disa flukseve politike të ashtu është, sepse që nga faktet se si emërohen, si propozohen, është e vërtetë. Atëherë të bëjmë një pyetje tjetër. Tani prit, se ka gjë. Më rëndësishme ishte kjo që pyeta. Sipas fluksit të interesave. Po. Sepse gjyqtarët gjykatës kushtetuese që takojnë njerëz të mazhorancës ose të opozitës, ka fakte dhe dijen. Po të gjë kokos që kanë takuar njerëz? Mirë binas. Që një gjyqtar gjykatës kushtetuese janë në përgjime. Janë për përgjime me Ergyus Agasi. Gjykata kushtetuese me Ergyus Agasi. Me Ergyus Agasi, po them emrin unë, ta them me Ergyusin. Le ta nxjerrin ata që kanë dosjen. Dhe ata që kanë përgjime dhe ata që kanë videot. Le ta nxjerrin. Po s'është kjo që thua ti? Po kjo si nata me ditë. Jam dakord, nga që këta janë bërë publike po them. Nata them unë, është kur jam dakord Andrej. Pse them që këta takojnë? Sepse këta kanë nevojë për mbështetje politike kur e mbrojnë. I dashur patjetër. Në këtë kontekst. Pse këto të s'kan pas mbështetje politike? Edhe këto emëron me mbështetje politike, prandaj po them është tranzicion i pushtetit. Atë thash, prandaj them nuk janë të zgjedhur. Është si ta shpjegoj. Unë në pozicion avokati dhe mua pëlqen perspektiva skeptike, më sepse mua më intereson edhe me funksionin që bëj. Po mirë, ta bëra pyetja ishte. Interesi im personazh që gjithë konsiderohen deri në fund pafajshëm. Jo, se kanë për ata më. Më fal, po them pozicionin tim profesional. Jo, unë po them këtu që gjithë kanë faj. Nuk po them na pa faj. Të gjithë kanë faj. Mua më cënon të gjithë kanë faj. Të gjithë kanë faj. Jo, sërti. Pra, tepa, ma le ta shpjegoj. Okej, në të kanë gjithë faj. Pra, nëse ne jemi të vjedhur, dhe ti nuk ma fakton vjedhje, jem e faj.
Nëse jemi të vjedhur dhe ty të kthehet të bën përdor dy standarde apo nuk përdor kodin e procedurës, unë besoj se kanë faj dhe ky që ka vjedhur dhe ky që s'arrin ta kap dot. Prit. Prit. Po besoj se marrë gjykatë shtetuse e ke të afërm ose familjar apo të këtu vendi tash. Patjetër. Okej, jam dakord. Motra e dikujt, bashkëshorti dituese e dikujt, tash ti i di. Po. Shumë bukur. Dalim te fakti i tretë. Jo vetëm që jemi të vjedhur, por brenda fajsisë edhe brenda fajsisë ka të drejtë subjekti që dënohet për atë që ka bërë, për atë që mendohet se mund të bënte. Ose nëse e kanë thënë dhe herë tjetër, nëse e ka një nen për shembull për 3 vjet, ti s'mund t'i japësh dot 10, pavarësisht se ai është i fajshëm për atë 3 vjeçin. Prandaj hyn, kështu që këtu kanë gjithë fajin në gjykimin tim, kur nuk zbatohet kodi i procedurës, kur nuk zbatohen ligjet, kur nuk zbatohet hetimi, nuk është mbi rrafshin personal dhe jo personal, po të thënë, se s'po vjen fjala, të reputacionit që ka një prokuror, pra, po të cënohet reputacioni prokurorit, prokurori nuk të falë dhe o të nxjerr ty, o t'i hap 75.000 dosje që ti ke për çdo punë që ke bërë, o t'i gjen ai të fajshëm ose ndryshe s'bëhet kjo punë. Etika profesionale funksionon që në fillim, vlla, që gjehet fajshëm që në fillim edhe mos krijo mundësi për debat. 2, iku. 3, si ka mundësi o vlla që SPAK-u është i vetmi organ. Ore, kryeministra, ministra, kryetar bashkie, deputet, kryebashkiak, e gjitha japin diku llogari. Me modelin që është zgjedhur pas votimit të reformës së drejtësisë. Sot SPAK-u është i vetmi organ ku nuk jep llogari kund. Po prandaj është bërë si strukturë e posaçme, mos t'japi llogari. Pse? Nuk duhet t'i japi llogari, ai ka ardhur për qëllim. Ai ka ardhur me qëllim të caktuar. Po pse pra? Kur ka gjykata? Por është krijuar me një qëllim. Po për shumë bukur, mirë, shumë mirë thënë qëllim. Po pse gjykata duhet të jap llogari te SPAK-u? Si kushtetuesja, si kjo GKK-ja, pse e bëjmë këto vettingu SPAK-u, vettingun e GKK-s? Këtu ke disbalancim pushtetesh. Po prit ata marrë, ta kam vlla se nuk e kuptosh. Po nuk kam çe kuptoj se ashtu e kanë përcaktuar moranëri. Po pra, po mirë, unë nuk po them se si e kanë përcaktuar, po them se është gabim. Tani unë s'po them se ata mund ta përcaktojnë ta gjë dhe me gura more. Edhe themi tani, ajo gjë nuk ndryshon, ajo gjë nuk ndryshon. Vetëm po bashkuan Rama me Berishën bëjnë votat bashkë. Po, do i bëjnë votat bashkë. Po, vetëm atëherë ndryshon. Po, duron më. Jo Rama me Berishën mund të jetë Aslani me. Po s'ka rëndësi më, po këta janë aktorët sot, vetëm po bën ata bashkë. S'ka rëndësi më kush bëhet, unë po them prit një herë. Pse SPAK-u është i vetmi institucion? Kemi, a themi, check and balance. Po nuk është e njëjta situatë. O Anëri, nuk është e njëjta situatë në Shqipëri. Ore më falimi 3 vëllezër ne tani. Jo, nuk është e njëjta, nuk është e njëjtë. Ore në parime, o Anëri. Prit pra tani. Ore vllai dashur, në parime ndarjes pushtetit jemi 3 vëllezër. Me të drejta të barabarta. Me trashëgimi. Tani ti je ai vllai i madh ndoshta që ne të dy mund t'japim llogari për pasurinë tonë, ti ke drejt na e marrësh se do ti dhe si llogari kun. A ti ky pushtet që të është dhënë, a mund t'jesh ti nga që të kanë marrë nga lopçarët e arat dhe të abuzosh me këtë pushtet që të është dhënë të shfalur dhe nuk e ke fituar ti nga askush dhe mund të abuzosh me këtë? Po nuk është krahasimi, nuk qëndron Anëri. Sepse realiteti në Shqipëri... Ore, gjyqtari, në themeli një shteti dhe i të dhënit drejtësi, është gjyqtari, mërë, nuk është prokurori. Pse s'është gjyqtari i pavarur si prokurori? Në libra dhe në teori është kjo që thua ti, jam shumë dakord. Ori, jo për politikanët, jo, nuk është libra teori më dha. Po prit për të gjë që ta kuptoj se s'po kupton. Drejt për drejt. Nuk po them për politikanët, more. Nuk po them për politikanët. Që t'japi drejt, ore, pse nuk ja dham këtë fuqi gjykatës? Po kanë, falta, se ka pra. Operatorët e drejtësisë në raport me funksionet kanë qëtë 5 operatorët dhe themën këtë operatorët një të fuqi. Jo. Operatorët e sistemit drejtësisë është gjykata, prokurori, avokati, përmbaruesi, noteri. Secili në varësi të kompetencave. Një ka akte që t'i barazoj aktet personale. Po nuk e ka pra gjykata. Ligjit, ai ti të ekzekuton. Jo si rregull, më unë po them nuk e zbaton. Po sepse vettingu, ore, diti që vettingu dalë nga gjykata. Ti Artin Duman që tha ata i marrin masa tona dhe si kundërshton njëri. Jo, për ata, jo, s'është ajo. Atë kam thënë fol publikisht. Jo, për ata jam shpreh publikisht unë që ajo nuk është lapsus,
Po ai nuk arriti ta sharoj. Prokurori dhe më fal. Po. Nuk jam për këtë, nuk jam për këtë. Aty e kanë mbrojtur publikisht Dumanin. Kanë mbrojtur publikisht Dumanin, vazhdoi ta mbroj sot për deklaratën se unë nuk jam fudull. Këtu ky është gabim, këtu është atë që ngatrojnë ata. Po kupton, ku e ke idenë që thua që gjykata ska Ja pra, s'ka pavarësi për sa kohë hetohet nga prokuroria në këtë thua për gjykatën kushtetuese. Edhe GKK-ja, mund ta edhe Ka GKK. dhënë vetë imunitetin, më ka pranuar. Kush? Autorizimin. Si e ka? Është vendosur që gjyqtari në gjykatën kushtetuese, nëse ka indicie. Jo kushtetuese me GKK-s po them more. Ka lënë vettingun dhe nga Spaku, po. Edhe vettingun ja bën Spaku. Po e kanë dhënë dakord pra. Ti thua që është ndërtuar Po është ndërtuar kish pa ndalë pushtetet. Po ç'na duan ne tani më kjo s'është kjo pjesa jonë. Po si po thotë, ai po thotë Po s'është më pjesa jonë, më shën dakord Moraneri. Si është në dakord? O Anri, kur e kanë votuar, kanë pas ekspert ata. Dhe kanë rënë dakord. Po. Kjo gjë nuk Edhe ç'bëhet. çfarë do thotë kjo që ka rënë dakord? Nëse ne emërojmë gjyqtar sot, dhe e dim se Jo ç'bëhet, më bëhet, mos si s'bëhet. Aty ke godet parim pak të po thotë. Po. Bëhet, mos si s'bëhet. Si do bëjnë? Bëhet, po. Ja ta them unë, do të gjesh Po variantin të tim. dëgjoj unë me kënaqësi. Kush është produkti që Spaku ka dështuar deri tani? Unë mendoj që Spaku nuk ka dështuar. A? Te mund të them vetëm pjesa që tha ky brau, konfiskimet, sekuestrimet e pasurive. Iko ajo se le Vila Monikës që iku. Jo, më jo sekuestrimet, po Se mendoj që ka dështuar, sepse s'ka them. emancipim të kam thënë ty kulturor, kuptimi që për shkak të ndëshkimit, se kjo u kriju kulturor në konceptin e ligjit të drejtës me kulturor, se I themi apo jo mirëmëngjes komshiut. Po. Sot po të shkosh për shembull në Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, në Agjencinë e Licencimeve, ose në çdo institucion shtetëror, ose në AKSH, ose të fitosh tendra prokurime publike në Komisionin e Prokurimeve në Agjencinë e Përgjithësuar, është po njësoj. Sepse ideja që pse u kryu Spaku është që kultura e ndëshkimit të zyrtarëve të lartë dhe të grupeve kriminale dhe të kapove të mëdhenj, ishte pikërisht kjo që ti thuash atij njeriu të zakonshëm shoqërisë që mos pretendon të bëhesh sektar, sepse edhe po bëhesh sektar ti I barabartë si të gjithë para ligjit. Tani, dhe ideja I kësaj ishte që emancipimi kulturor sillte këtë gjë që edhe qytetari mos nxiste nëpërmjet korrupsionit aktiv funksionarët e administratës, edhe vetë ai që ka përsipër kompetencën shtetërore mos e shikoj si tregti. A e ka dhënë këtë rezultat Spaku? Deri më sot unë them që nuk e ka dhënë. A duhet vazhdojë ndëshkimi? Jam dakord që duhet vazhdojë. Sepse fakti që nëse ti merr një pacient dhe e shtron dhe I bën elektroshokun një herë, dhe ai si thosh nuk e kthen jetë, zotë që do ta vazhdosh ta bësh derisa ta tentosh deri. Kjo është pa ideja ime. Edhe kur ta sjellësh diet, biles do ta mbash nën kontroll, shikosh parametrat që e kam në këtë që bëj. Jam dakord me ty unë, nuk thash gjë unë. Edhe me ata jam dakord. Sot ka dështuar. Prit pra. Edhe pse ka mirë. Do të jap një produkt tjetër ku ka dështuar? Janë vendimet e gjykatës Strasburgut 1, janë vendimet e gjykatës kushtetuese 2, se mund dali Erjon Velia është dështim, se rikthen në punë, apo jo? Po. Sipas gjykatës kushtetuese. Po. Nëse del dhe Balluku institucionalist do të bëjmë dakord. Po. Po pra, këtu janë dalë çeken ballë. Unë nuk dal kot unë nëpër debate që e nis diçka dhe ziku ku shkoj, unë di ku shkoj, e kupton? Nuk jam nuk ka ik truri akoma, qysh zoti. Kur ashtu hiqni spinën, ma ishin mikrofon. Se kam sinqerisht. Po pra, më fal. Gëllçi kundër Shqipërisë. E fitoi. Kushtetuta u shpreh për Erjon Velia e ktheu në detyrë, dështim. Nëse shpreh edhe për Ballukun, dështim, le çat bëjtare më mbrapa. Për Berishën u shpreh. E kush janë të gjithë rastet tjerë? Mund shprehet për Ametër Strasburgu nesër? Apo jo? Mund shprehet për një tjetër Strasburgu prap? Tani, ky është produkt që ka dështuar. Se ky është produkt apo? Nuk mund ta themi që kjo nuk vlen se unë nuk dua të vlej. Kjo tregon që sistemi, dhe pse u votua me një kam, ka problemet e veta. Po ajo që unë nuk bie dakord është që parimi I mosprekjes së pushtetit, ose check and balance për ndarjes pushtetit nuk pranohet. Se kështu është rënë dakord që fillim dhe kjo zë ndryshoj, se po kjo po ndryshoj, quhet kapja e drejtësisë, si kapja e drejtësisë. Kapja e drejtësisë quhet fillim, kur Rama kujtohet për shembull vitin e parë thot prito vllasit. Këtë se kemi bërë mirë ne. Po kur ti ke produkt që ke marrë njerëz në qaf ose persona në qaf, patjetër që do bën rregullime. Se ti s'mund dalësh të thuash që kështu janë dakord ta idiotat në fillim edhe ta kemi ne se sot është Rama, nesër është Aslani. Më kupton çfarë do të them? Nesër mund të jem unë, mund të jesh ti, më zotëri. Jo, ne me Spaku s'kemi punë. Jo, mund të kesh punë me qeverinë, ose mund të kapin kot. Me qeverinë sa veta kam probleme me qeverinë. Unë jam dakord çiko. Andri ka shqetësimin konceptual në kontekstin që akuza
nuk do të merret e mirë qenë, sepse përballë një institucioni, siç është një prokurori e posaçme, çfarë fuqi e ke nëse merret ky revanshi që të perceptohesh drejt e fajshëm. Edhe të shkojë drejt në masa ekstreme, siç po e kuptoj unë, pa ky është shqetësimi dhe ideja është që po i ndodhi ky lloj revanshi i funksionari të lartë, siç është vendës kryeministri, imagjino ti je një drejtor i zakonshëm. Ose ku dëgjon për shkak të aktivitetit gazetaresë ose një akuzë publike, se shikoj ka gjë, kur ka ndodhur revolucioni francez, vetëm këtë e kam, po kjo është reale, që gjithë e shionin dhunën dhe gjakun. Po kur i drejtoi giotina atyre, që gjithë tisnin pasaj për drejta. Pra, ç'është problemi? Problemi është që po u hap loja e kërcitjes prangave dhe po u bën një lloj legitimiteti në kërcitjen e prangave, këtu është e rrezikshme. Po prit se do na vinë ne pastaj. Për neve s'ka për na ardhur, mendoj unë të paktën. Sepse kjo është po e di, po nuk e kam si fenomen shoqëror. Anëri, si sa ka ardhur? Po ne e kena provu para këtyre më normal. Anëri, prandaj u ngrit kjo strukturë. Që ta provojnë njësoj siç e provuan ne, ta provojnë edhe politikanët. Kjo strukturë e posaçme u ngrit për të goditur klasën politike. Nuk u ngrit kjo për të marrë me qytetarët. Kjo u ngrit posaçërisht për të goditur klasën politike. A e dinin Rama, Berisha, Basha, të tjerë aktorë, Ilir Meta, që kanë qenë aty që do të vinin këto pasoja, nuk e di të ta them të gjë. E dini se di? Nuk e di. Nuk baj përgjithësi të them gjëra që nuk i di. Dhe në këtë moment, kjo lloj strukture posaçme do të cilë dhe dëme kolaterale, sepse kjo afat kjo kohën e ka afat shkurtër, nuk e ka afat gjatë. Jo, se ka afat shkurtër. Sa vite spaku në... Sa të ketë ymër? Sa të ketë ymër nuk e di, është strukturë posaçme. 9 vjet janë vetëm për këto projekti i prokurorëve të parë, nuk mbyllet spaku mas 9 vitesh. Jo, unë besoj që spaku mbas 9 vitesh do vjet. Jo, 9 vite është faza e parë, se çfarë do bëj mas 9 vitesh pas është muhabet tjetër. Tani në çdo vend ku është aplikuar kjo strukturë e posaçme ka qenë në terma afat shkurtër, nuk ka qenë në terma afat gjatë. Edhe fuqia nëse nuk e del Rama dhe Berisha, që t'jemi të sakt, nuk po them gjë, nëse nuk del Rama dhe Berisha, me që janë aktorët kryesorë, sikur se e thua dhe ti, që ta zhbëj strukturën, nuk ka burnone që e heq. Mbas këtyre të kësaj do na vinë ca të tjerë, ndoshta më keq ose më mirë se këta. Shpaku do jetë aty, për sa kohë shteti shqiptar ka nevojë të monitorohet, dhe aferat të dënohen. Por, këtu mbaron epoka 9 vjeçari i parë i këtyre emrave që ke parë deri më sot. Po jo se dalin pa punë këta më. Nuk është vetingu që mbarojnë subjektet, më fal, edhe fjalia fundit, nuk është vetingu që ka për shembull 1000 subjekte, do mbarojnë ato dhe mbaron punë. Unë merrem vetëm me fakti që është një strukturë e posaçme, në këtë interpretim e kam bërë. E posaçme është për një moment, pra që mënyrën se si këta e kanë konceptuar. Dhe fakti që më pas mund t'i përthithin dhe t'i marrin dhe në Amerikë si për garanci dhe për këto, kjo tregojnë që nuk do t'jenë historikisht, se fakti që do të rjenë 9 vite ata prokuror dhe më pas largohen, kjo... Jo, s'largohen. Besoj... Jo, ne largohen nga spaku, por nuk dalin nga sistemi. Nga spaku, por nuk dalin nga sistemi, më burë. Por dakord më pa, ta mund t'ikin... është krim t'jeqës nga sistemi. Gjykimi tym. Spaku do vazhdoj si strukturë, nuk është e përkohshme, mandatet i kanë në 10 vjeçar. Si gjykata kushtetuese burr, që ka i mandat X vjet, pa ai nuk del nga sistemi pas e del në pension. Në këtë situatë, ai mund të shkojë gjyqtar diku apo jo, është kështu. Tani unë di them këtë gjë. Aktorët politik shqiptar siç e shikoj unë, në qoftë se do bënin këtë analizë që thua ti, besoj që do e kishin bërë me kohë. Ka diçka tjetër që i pengon ata për të bërë këto ndryshimet që thua ti, në të drejtën tënde, që bën shumë sens që kur shkelen disa regula ose disa shkelje proceduriale, se unë nuk jam juriste, nuk flasë për këto gjëra, kam bestim fakt. Po ja sus kam folur, po flas mbas produktit që ka. Po them mbas produktit. Unë mendoj që kur foli gjykata kushtetuese, kur ka folur gjykata Strasburgut. Unë mendoj anëri që pavarësisht vullnetit që mund të kenë aktorët politikë, se këta veten e tyre duan të shpëtojnë. Në qoftë se marrin masa ndaj spakut për ta retushuar apo për të ndryshuar disa ligje apo ku ta di unë çfarë ndryshime tjera duan t'i bëjnë, mendoj në optikën time që gjithçka që duan ta bëjnë do ta kishin bërë. Ka një dorë të padukshme aty që nuk i lejon. Po.
Dhe ne tani nuk e ulumtojmë do të kush është ajo dorë e padukshme, a është dorë amerikane, dorë britanike apo dorë europiani. Dhe për sa kohë politika jonë të jetë dhe kushtëzuar nga rruga që do të zgjedhë për në Bashkimin Evropian, do e ketë pamundur. Dhe unë këtu dua t'i rikthejmë pak asaj që thotë Marsidi që lexoi të zotit Fuga. Në këtë kontekst, unë mendoj që dhe vetë Rama është përballë një sfide të madhe, sepse kriza institucionale nuk ka hyrë akoma në Shqipëri. Se kriza institucionale mendoj unë kur do të plasen pushtetet. Deri në këtë moment nuk kemi pa ndonjë pushtet madh që të përplaset. Pra, nëse Spaku i tha për kushtetuesen për Olta Xhaçkën Ramës, Rama aty e mbajti prap. Ajo se çfarë do të vijë më pas, mendoj që do të cilë akoma më shumë një, pra ne nuk kemi përjetuar akoma krizën mes institucioneve në Shqipëri dhe përplasjet politike. Por edhe diçka ka drejt. O kjo reformë thyen klasën e vjetër politike, ose klasa e vjetër politike thyen këtë reformë dhe kjo reformë bie. Nuk ka opsion tjetër. Kështu që e gjithë kjo çfarë do të zhvillohet, pra mua më gacmon dhe pak. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Ballkan këtu, po luajnë edhe në Shqipëri, po luajnë me dy çështje, me dy kaje. Dhe janë dy kaje të cilët lidhen drejt për drejt në fakt, një me mekanizmin politik që mund të shtohen non gradat dhe mund të shtohet izolimi politik i aktorëve, qoftë majorancë, qoftë në opozit, dhe mekanizmi tjetër është mekanizmi i drejtësisë. A do të bëheshin bashkë Rama me Berishën për të shpëtuar vetën? Unë e shikoj të arsyeshme që po. Por mendoj që është kjo dorë e padukshme që nuk i lë të veprojnë. Se këtu edhe ne po të flasësh mbi parimet e ligjit, këtu unë jam shumë dakord. Neve jemi njerëz që s'kemi pas. Ne po flasim parimet me të fortit. Jo, po në Shqipëri kështu ka ndodhur. Edhe e njëjta mekanizëm në politik, ata nuk kanë më kohë të merren që ne... A mund t'i mbjetë Rama dhe 3 vite? Në optikën time, Rama mund mbjetoj, unë të kam thënë. Politikisht plasës? Po të kam thënë politikisht Rama mbjeton, të kam thënë. Ai ka kuptimin e legitimitetit të burgut. Mund mbjetoj politikisht, po thjesht mund sundoj o qeverisë, pa do arrit qeverisë Rama. Rama ka kohë që nuk po qeverisë, po sundon. Rama sundon. Unë mendoj që Rama të vetëm hall që ka tani si do dalë nga kjo lojë pa dëme. Realisht Rama është në moment të sundimit, se nuk se po provon reforma ose... Po them këtu. Kështu që në këtë kontekst e shikoj. Dhe më fal, them vetëm kaq. Në Shqipëri nuk është diskutuar kur mbi konceptet e ligjit ndarjeve të pushteteve, edhe pse formalisht dhe në teori ne jemi shteti që mund të ketë ligjet më të kopësitura. Por këtu ka funksionuar influencat politike, miqësitë, tarafet, krahinat, gjithçka. Dhe ky lloj mekanizmi ne do duam të prevalojmë edhe drejtësinë, edhe temi që shkelur kjo e drejt. Ata prandaj e kanë ngritur këtë strukturë, sepse e dinin që ndryshe do ishte pamundur të çimentose. Pra, këtu moralisht edhe politika nuk prodhoi më moral. Ne shikonim që ishin po të njëjtët aktorë që ndronin pushtetin dhe këta gati e bën si monarki. Këtu nuk kishte më demokraci. Tu kishte monarki që këta donin të trashëgonin pushtetet e tyre politike. Dhe për tyrë në Bashkimin Evropian edhe për interesa gjeopolitik që ndodhin dhe në Ballkan, u krijua ky mekanizëm që u bë me presion. Kështu që ky mekanizëm me presion, ata të paktën në optikën time, sidomos amerikanët edhe kur veprojnë ngadalë, se gjithmonë ngadalë veprojnë, por në fund produktin e kanë të suksesshëm. Dhe jam shumë dakord me atë që 3 perspektivat që thoshte Fuga. Kaq kisha Marsit. Unë si ide përfundimtare, se besoj që... Jo, flasim që për atë pra... Këlliqit, jo, dakord. Unë të e këlliqit s'kam që them se s'kam gjeni për ato, po. Ne shumë në këshë i do i dëgjoj, po. Lexoj... Jo, me lexova, po i thot që isha për qështë për i them... Kështë të kë Ballugut, unë ditë them që perdja skenike do bjerë në datën 22, do kuptoj qarë qëndrimet. Por e shikoj... Por nëse gjykata kushtetuese vendos Si që jemi mësuar si mesazhet, shikojmë qëndrimet ambasadorëve të zgjidhur në vrarje etj, pse mos japim mesazh një lloj sensi
Mbështetje që edhe qëndrimi i Nenci Varnonit ka saj mund të jetë një mesazh. Ama unë mendoj që tamam ndarja reale asaj që thotë fuga, meqense Ermali risolli si kontekstuale, e shikoj datën 22 janar. Në qoftë se datën 22 janar po është e vërtetë. Atëherë shikohet që reforma në drejtësi dhe suport amerikanëve do vazhdojë dhe nuk. Qoftë kushtetuesja jep po çfarë ndodh Andrej. Që kthen detyrë më. Në sensin që vendos që është okay që mos t'jepet Po nëse vimi reformës drejtësi bie. Po nëse ndodhte ndryshme, e ndryshin nëse poja është jo. Në çfarë sensi që s'duhet të jetë detyrë? Po, s'duhet të jetë detyrë, i ngelet dora në dorë Ramës. Mandateve pastaj patjetër. Po nëse Rama nuk e lëshon. Atë pastaj Rama se lëshon është përplasje midis pushteteve. Kjo duhet parë në fakt. Po të lexoj këtë se ajo është ajo ka tjetër është si thuash po sikur janë shumë po sikur. Me fjalë është faktike që po sikurja parë është data 22 janar, si do shprehet gjykata kushtetuese. Po ka dhe një gjë tjetër që unë besoj se cënohet balanca e pushteteve nëse gjykata posaçme po them ose prokuroria posaçme kanë dhënë urdhër ose kanë dhënë indicje për tu përgjuar prap sërish antarët e gjykatës kushtetuese. Sepse besoj, më fal, pse dhe herën e parë për përgjimin e gjykatës kushtetuese ishte Klodian Brau, i cili pati firmosur dokumentin për përgjimin një nga antarët e gjykatës kushtetuese për rastin mos gaboj që kishte bënte me këto përgjimet e Sky Engros për një vendim dhe më saktë jo për vendimin, për arsyetimin e vendimit. Dhe deri tek arsyetimi i vendimit janë përgjuar. Pra nuk bëhet fjalë vetëm për të influenca, më fal. Që ka ndikuar dikush, po është monitoruar arsyetimi. Dhe unë prandaj po them që këtu ka marrë fund çdo gjë. Këtu është këta sepse një prokuror për ta paragjykuar një arsyetim se si e ka marrë një gjyqtar mund të bëj numra sa doj. Edhe pushteti që është dhënë këtyre, prandaj po them. Unë ajo që jam dakord dhe duhet bim dakord të gjithë është që e pari është spaku me GKO s'mund t'jenë me i godinje. Zero. Sepse ti s'mund t'jenë një prokuror me i gjyqtar bashkë, s'ke ndarë e fare të pushtetesh shirë. Ti ke me isa ato i danë një derë. I ke një derë. Ideja e kontradiktoritetit i procesit gjyqësor. Kur janë pak kontradiktore. Po të le tri dhe Belinda me to, e tri dhe Erioni me to, e tri në gjithë me to, aty me Isall. Pse sëri e zem Belinda Balluku të shpaku? A do thonë njerëzit që Belinda po tenton të influencoj prokuroria posaçme ose gjykatën e posaçme? S'ka kuptim, o. Tjenë me i godin. I kishë bë godin të kryeministria, ma. Pse se bën godin e spaku të kryeministria? Da do thonin që njerëzit që... Sepse kjo thua ti kërën perceptimin që gjyqtarët janë noterë prokurorëve. Jo, ose prokurorët noterë gjyqtarët di unë të një s'ka rëndësi. Ose s'ka rëndësi, ma va. Ato s'mund t'jenë me i godin. Duke mos qenë me i godin edhe më të kontrollueshëm. Se një prokuror do i tiki të atakoj atë gjyqtarin. O vlla, kur ikën puna në mëngjesit të atakojnë me i vend sepse ti çon ti takosh të dy. Vetvetijo, me i godin, ose ty me i lagje, me i pallatne, edhe me pas shpinë njësoj, është konflikt interesi në thonjza më bura, nuk mund t'jenë të dy në një vend. Kurse po t'jetë dikush në një vend tjetër, ka dhe organe tjera pastaj që e përgjon prokurorin ti thot, hajde këtu ti, se del Rama ose del Berisha thot ka influencuar ky filan prokuror te filan gjyqtar. Kush e pengon këtë që ta mendosh ti që s'ka influencuar? Po nëse ai ti do ishte në godin tjetër, do të gjej prova dhe fakte që filan prokuror ose filan gjyqtar ka ikur në orën kaq, në ditën kaq me kamera tek zyra e filan prokuror se të njëjta godinë është futur, kanë biseduar për këtë. Kurse ti kur i lën aty ti e ke legjitimuar por që të jenë me një kolibe. Ti s'mund ta bësh, ore, nuk ndodh mas i vend botës apo që të jenë të dy me një vend. Nuk është. Ti shumë mirë thua, po s'është faj as i atyre, është faj atyre të tjerëve. Po se ti thua një faj që e ka lënë Rama me Berishën, çfarë faj kanë ata? Po pra, po nëse Rama ndryshon këtë. Kë ndryshon? Ore që mos jenë me i godin, po ndërhynte drejtësia. Këtë po të them. Tani unë nuk të ndryshim, tani pjot mua, Po këtë pysë ose në shkojnë dhe komentues. Po mos pjot mua mërë për këto qështje. Gjeri Praga thot që
Agim Jaja e pari ka thënë dhe vedhet vazhdojnë. Gentian Kuta shkruan, ato që Amerika e ka përqafuar janë Burgos e Panderu, nuk kanë relate personale, por vetëm institucionale, kohë ka treguar dhe po e tregon. Geri Praga thotë është ngadalë çik se më shumë dosje. O të më les lexoj këtë të Belindit. Ta marrë edhe këtë dhe një tjetër të Gerit. Shumë dosje dhe jarrojnë në i provë pa dashe. Duhet marrë nga oqeani që t'ua kujtojnë. Pastaj është Arben Prifti, do një përgjigje nga Ermali, çfarë ka vjet Berisha që do të mbrojë veten dhe si mund të bashkëpunoj me Ramën? Po pse prokurori çështës jam se s'po i marr vesh ta. Mos e ngatron një gjë dhe Rama durën me mos e ngatrojnë gjë Bashën dhe Rama durën me Berishën. Tani se mund të timen. Po, tani Omarsit, Belind Këlliçi merret në pyetje nga SPAK për financimet e kuvendit të ri, themelimit dhe shpenzimet e 11 dhjetorit në Air Albania. Po. Vetë Belindi ka thënë udhëtira për një çështje periferike nga prokurori Arben Kraja, kështu deklaroi vetë tek sala ambjente e SPAK u mor në pyetje për më shumë se 1 orë 30 minuta. Por burimet thonë se bëhet fjalë për një çështje që lidhet me hetimin e pasurisë së ish-kryeministit Sali Berisha dhe familjarëve të tij. Sipas njëjtave burime, Këlliçi është pyetur lidhur me mënyrën e financimit kuvendit të ri themelimit në 11 dhjetor të vitit 2021. Ku deputeti ka qenë një nga organizatorët bashkë me Flamur Nokën dhe Albana Vokshi. Për kujtesë, në 11 dhjetor, Sali Berisha bashkë me të sipërmendur organizuan një kuvend në stadiumin Air Albania, ku de facto morën drejtimin e Partisë Demokratike dhe Berisha u vetë shpall kryetari i partisë. Askush në atë kohë nuk ju përgjigj pyetjes se kush financoi atë aktivitet, ku së paku u shpenzuan 1 milion euro. Të llogaritura me infrastrukturë dhe mikpritjen e njerëzve. Por me sa duket në sitën e SPAK-ut po kalojnë dhe këto shpenzime që kanë kapur, se nëse këto janë komentet të portalit. Se do lexoja se filluan aty dhe po s'na intereson. Është ajo që thash unë, sepse kam qenë vetë edhe disa herë jo tek rithemelimi, po them që kam qenë vetë tek në SPAK. Asë SPAK, po që kam dash SPAK, kam qenë disa herë në studio, SPAK jere kam shku, për shkova për punë, jo për... Pse vajt janë i bala SPAK? Jo më kam qenë, kam kandiduar për pozicionin e këshilltarit të medjave, po kam histori tjetër të po se jam të umar me dhe, ku në kohën kur ka qenë fillim fare SPAK, në kohën e Arben Krajës. Dhe... Po thoja që në atë kohë, biles ka ndodhur kjo e rithemelimit dhe atëre pa të ndalë sa fatura që erdhën nga Italia, që vetëm skena edhe këta nuk arrinin ta pranoni, vetëm skena e atij takimi të zhvilluar, mos gaboj marsi 2022 në Air Albania? 11 dhjetor thoshte. Air Albania se madhja për... Po 11 dhjetor thot 2020. Më na e lexo kur ka qenë në Burtani. Po 11 dhjetor ka qenë sa. Po jo, më fal, po ka qenë 11 dhjetor 2021. Sepse në prill ndodhën zgjedhjet, pastaj ka shtuar Berisha dhe dhjetor fillon. Bravo, pra zgjedhje. Kanë ardhur një faturë nga Italia që vetëm skena që ndodhej brenda në stadium kushtonte 100.000 euro. Pra ishe fatura... Po, është pretendimi. 11 dhjetor, thotë të 11 dhjetor 2021, pra. 2021. Po, pas e ka bërë dhe... Zgjedhjet lokale, pra, Këlliçi ka qenë... Po, Këlliçi ka qenë kandidat për kryetar bashkia, ajo që thash parë. Kështu që vetëm skena thonë, ajo lloj skena, ajo me atë lloj regjie, me fonie dreqësh e tonë që kanë qenë në ty, kushto ka pasi kosto të 100.000 euro, për të mos folur për të tjerët pastaj. Jo ato buzi që u fut brenda në Air Albania, dhe ndoshta për këtë, po kësaj është, unë besoj se këtu kjo është muhabet, këta kanë formaliteti, se këta kanë 6 milion euro, 8 milion euro që i qunë SBA. Po janë një sert çështjes që kanë ato sa. Një sekond. Po ma le që ta kuptoj e di çfarë do të thuash. Ta kanë 6 milion euro, 8 milion euro, si tha kush plaç, sepse 1 milion euro ato mund t'i gjejnë, nëse i kanë thënë politikanët është muhabet tjetër, po nëse i kanë gjetë me fond si thonë, me njerëz që kanë bërë sadaka, si thonë. Skenën ka qenë burri Blerina Gjylametit, që ka si... I Gjylese? Po, ai ka qenë pjesë.
Po jore që thotë. Po mor, në Mori skenën, Belerinës. po mor, Ngrinë ka Gjulami. qenë ka qenë. Është Belerinë Gjulamitës. Po deputetës Po, deputetës përses, po. Ai Ndoshta. Kështu që në këtë pjesë Unë di them të gjë më burqe. Shiko, kjo është çështje që realisht krijon shqetësim, po nuk ka pasqyrim. Në kuptimin që janë folur shumë çështje të tjera, siç është rasti i zotit Noka, që do thirret SPAK për ta akuzuar për atë. Po, ja, aktualisht Peleshin përsëri e kanë çuar në Po SPAK. dakor, po janë vetëm rrafshin e opinioneve. Edhe Dakor, unë në t'ja. opinione nuk dua. Peleshin e kanë çon SPAK, po të burr tani pse se jep ti është budalla liga. Duhet ta japi ai. Ti Çfarë ai ti të thrasi këtë këshillin e mandateve. Po pse Apo ai kush e për detyron? 22-shin. Kush e detyron? Nëse detyron ligji janë, se nëse nuk e Po se detyron ligji, hiç ligji fare spisin ata, se di këshilli mandateve. nëse nuk e detyron ligji Po atëherë për bëhet çfarë çfarë kohë do. teatri i këtyre gjak ta s'duan ta lëshojnë. Se kush i pyet këta, ta vetë e din që si pyet kush apo. Edhe vetë kanë dalë thonë nuk kush na s'kan as si gjendor. Ata sot kishin çuar në Po zoti gjykatë s'ka si gjendor, aty kushtetuese. vendosaj ata që kanë Shabanin këtë kishin çuar në SPAK, kë. Peleshin, Hmm. edhe këtë gjë kishin bërë. Tar muhabet e kohët të Peleshit dhe Shabanin këtë Po muhabet. dakor, po këto kishin bërë, çfarë të bëjmë ne? Unë besoj që i vetmi interes publik është data 22 janar, në raport me Ramën, jo raport me Belinda Ballugun. Belinda Me Ballugun. Ramën. Në raport me Ramën, unë besoj se kjo dhe besoj dhe vazhdoj ta mendoj që këtu nëse vendosin, për shembull, bie legitimiteti i qeverisë në thonjza, sepse nuk bie për shkak të numrit mandateve apo ka mocion mosbesimi, besoj se nuk është se e ndihmon fare opozitën që të kërkoj as qeveritë e këto duhen qeveri tranzitore se duam ne, na bëni ne kryeministër. Unë besoj se këtu në vendin tonë ka nevojë për një kontroll. Kontroll për t'i bërë gjërat siç duhen, për sa kohë janë bërë gabim, se ju e ngatroni reformën drejtësi me SPAK-un, por reforma drejtësi nuk është vetëm SPAK-u. Reforma drejtësi është dhe gjykata e shkallës parë dhe ajo apelit, që për një gjyq të caktuar i duhen të paktën 15 vite që një subjekt në fjalë ose një palë të mbaroj punë. Pra, këtu është bërë ka marrë fera uratën, si i thonë. Po. Se nuk fritet gjithmonë e flasin për reformën e drejtësisë, mos ndryshini, mos dërini se kanë interesin e tyre. Reforma e drejtësisë nuk është vetëm prokuroria e posaçme dhe subjektet që janë të SPAK-ut, që janë politikanët, janë dhe këto qytetarë të thjeshtë që prej shumë vitesh nuk po marrin atë që u takon. Do vazhdoni sa unë. Jo, mbaroj, Do mbarojmë se dhe unë do lëviz. Mbyllëm mos si. Jepi ti se ti Ama jepi. ti autoriteti gazetar. Të dashur miq, jo më që autoritet leshi, po. Të dashur miq, duke falenderuar secilin prej jush që na ndjek live, duke falenderuar secilin prej jush që komenton, e shpërndan në diaspor, por edhe kudo që flitet shqip. Faleminderit, subscribe dhe shihemi përsëri dhe nga unë Marsedi dhe Andri, miru pafshim e kalofshim mirë. Mirupafshim.